E kam thënë dhe po e përsëris prap, Albin Kurti nuk do t'jetë mo kryeministri i Kosovës. Nuk do t'jetë mo, as prej zgjedhjeve të nënshkurtit, as prej zgjedhjeve të ardhshme. Epoka e qeverisjes tij ka marrë fund dhe u dëshmua dhe në fjalimin e tij të gjatë, po pa substancë, që siç e thash edhe në foltorën e kuvendit, më shumë ishte një rekujem për qeverisjen e tij të kaluar. Fatkeqësisht, Kurti dhe partia e tij, përkundër që dolën të parët në zgjedhjet e fundit, ata nuk lanë vend as për bashkëpunim, as për dialog, as për kompromis. Fajtor ekskluziv për krizën politike, ekonomike, diplomatike, besoj që s'ka më asnjë dyshim e hezitim për ta thënë askush, është Albin Kurti dhe vetëvendosja. Andaj, sa më parë që të shkojmë në hap tutje, në krijimin e institucioneve të reja për t'i dhënë vendit kuvend funksional dhe qeveri legjitime, pa Albin Kurtin dhe pa vetëvendosjen, është mirë për vendin tonë. Urdhën. Ju e dini që nga data 10 shkurt, unë vërtet kam bërë përpjekje për t'i dhënë vendit në qeveri nga partitë e ish opozitës, po nuk ka rezultuar kjo përpjekje me sukses. Andaj, sot ju them përsëri, e kam deklaruar edhe kohëve të fundit, nëse na fton presidenti a nesër, pyetja saj do të jetë a keni shumicë tre, unë do të përgjigjem me një herë që jo dhe nuk do të tentojmë për ta bërë një shumicë tre, sepse në gjë të tillë nuk është e mundshme. Tash është evidente. Albin Kurti jo se ju, është ditë, po sot do vërtetu që s'ka shumicë, po edhe ne partitë tjera duke filluar nga PDG-ja si partia e dytë nuk kemi shumicë, që fatkeqësisht i bie që duhet shkuet në zgjedhjet parakohshme sa më parë. Po. Zonja Shpejtë Bajrami shprehin një lloj gatishmërie për një bashkim të partive përfshirë Kosovës dhe partinë e juaj në mënyrë që të arritet një qeveri. A do të vazhdoni përpjekjet që keni nisë në 10 shkurt edhe pas zgjedhjeve të ardhshme që PDK-ja të formojë një qeveri me partitë e tjera deri tashmë? Padyshim se po. Pas zgjedhjeve të ardhshme kur unë pres që do të ketë krejtësisht rezultat tjetër, dhe veçanërisht pas suksesit tonë në zgjedhjet lokale, e sidomos pas balotazhit, unë jam i bindur që ta qytetarët e kanë qartë. Shikoni, vota jonë sot nuk ka qenë vot kundër rreth 400.000 qytetarëve që e kanë votuar Albin Kurti. Ka qenë vot kundër thymjes besimit që ja ka bërë Albin Kurti aty në njerëzve. Sepse kur s'ka ndodhur në historinë e vendit tonë, e parlamentarizmit tonë, me i pas 48 deputet e mos me qenë gjendje me bot qeverinë. Kjo nuk flet për të tjerët, kjo flet për Albin Kurtin, për njeriu që shqiptarët e Kosovës ja kanë dhënë besimin me 48 deputet dhe arroganca, arbitrariteti i tij, mentaliteti për të nënshtruar e jo për të bashkëpunuar me të tjerët e ka sjellë në këtë situatë. Qytetarët jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme jo vetëm do të reflektojnë, jo vetëm që do ta kenë një çështje tjetër, por do t'ja japin përgjigjen që e ka merituar pas shpërfilljes edhe thyrjes besimit që u ka bërë në këta gati 9 muaj tashmë. A janë gjasat për ndonjë koalicion paransjedhor, që me cilën do parti në këtë rast, dhe po ashtu emri Dimal Bashi së përmendë edhe për ministër provincial. Se keni parë këta me qenë se pozita që ka qenë kërkuar për marrëveshje provinciale? Ende si janë shpallë zgjedhjet. Shohim ato të shpallën kur do të shpallën, pastaj do të flasim përkundër faktit që ne edhe në zgjedhjet e kaluara kemi garuar vetëm si Partia Demokratike e Kosovës pa ndonjë koalicion formal me KD. E dyta, pyetja që besoj është mirë ta bëni, më falni për sugjerimin, është ta pyetni Dimal Bashën a e ka ditë që ja përmend emrin, sepse më u thon drejtën kur ja përmend emrin, ai u nxut dyqysh si mbefasi, filloi me pyet nduket Albulena Haxhiun, pse jo mos se di çka i tha se ishte pak lart, po ai s'jam i sigurt që e ka ditë që kam ju përmend emrin. Po ishte shpërfillja e rodhës ndaj kuvendit e Albin Kurtit.
qysh bre që ti kryetarin e kuvendit, mi thonë hajde tash ti bënu minister. Për çfarë arsye? A je peshmën? A ke bo gabim? A ke bo hajgore? Pse o di malbosha kryetari i kuvendit? Ju dini qysh ka ndodhur krejt ajo, unë kam marrë dhe qëtu para juve, kom bo apel, mos u gëtni veç 10 minuta pauzë, ta vetojmë një njeri që nuk ju vjen as juve marrë për tina. E tashti, duket se për në me e dëshmun edhe me këtë veprim që ka qenë tolli edhe propozimi i ti. Po e përsëris, është mirë me pyet, a e ke ditë, se nuk jam i sigurt që e ka ditë prej reagimit që besoj keni pa dhe me kamerat mrapa. Një knej. Ju e dini dhe unë jam i bindën që Bedri Homza ka qenë kandidatin ma i mirë në garën e kalume. Mendoj që rrethonat vetëm sa jam përkecu në kuptimin ekonomik dhe jam shumë i bindën që zoti Homza duhet ishte në kryet kësaj qeverie dhe tash, po me qenë se sa rritëm shpresoj që tjetë në kryet një qeverie të ardhshme, do ta diskutojmë një herë pas balotazhit, sepse tash fokusi, t'ju them drejtën, i partive politike është që t'i fitojmë të garat që na kanë mbetë, për ta konfirmuar dhe fitoren tonë në zgjedhjet lokale, me qenë se po përsëris jam jashtëzakonisht i nderuar nga besimi i shtetarëve të Kosovës që Partisë Demokratike të Kosovës ja kanë dhënë numrin më të madh të votave për parti, si vot për asamblet komunale, kemi marrë rreth 187.526 vota, gjë që është rezultati më i mirë që kemi pas paku për mbi 10 vitet e fundit. E deshta një sharim, në fillim të përgjigjes në pyetjen e kolegës për koalicione, tha që nuk mundem me fol sepse akoma nuk janë shkollë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Që është e kuptueshme, po tha do të më po atë do të shkollet. Apo do të thonë kur do të shkollë? Gjosa me u zgjedhën qeveri. Po jo, mos mbi lexo se unë besoj jam shumë i qartë te kjo pjesa, te kjo pjesa e thashë kolegu kur më pyeti, ne s'muj me bot qeveri. Albin Kurti s'muj me bot qeveri. Çka me të tu, me shkun zgjedhje. Unë ftoj Presidentin e Republikës Kosovës që tjetë në nivelin e detyrës së saj, duke i zbatuar prerogativat kushtetuese, të cilët kërkojnë që qysh nesër të na ftoj ose të na kontaktoj në mënyrë zyrtare për të pyetur se a ka dikush shumicë apo jo. Unë sot ju njoftoj që në momentin e parë që mund ta kam një kërkesë për takim ose një letër, mbrana 24 orëve do t'ja kthej përgjigjen për t'i thënë që s'muj me bo këtë qeveri, nuk mundemi me humbë ma shumë kohë. Rreziku që i ka nosët vendit në muajin mars pa qeveri është i paparashikueshëm. Neve na duhet me pas kuvend funksional sa ma shpejt, qoftë edhe mas zgjedhjeve të ardhshme, që miratoni buxhet të ri për vitin 2026 dhe që e mundson funksionimin e shtetit dhe kthimin në normalitet, sepse këtu normalitet fatkeqësisht nuk ka. Ka kalu një vjet parafërsisht prej kur kuvendi i Kosovës nuk funksionon. Është obligim ndaj qytetarëve që ta bëjmë gjë të tillë dhe tash po shihet që s'ka rrugë tjetër. Mu vjen keq, po rikthej një kërkesë, një propozim timin të muajit prill. Kam paralajmëruar se zoti Kurti ka më na ngre në këtë situatë për shkak papërgjegjësisë tij, edhe për shkak të çështjes arbitrare që ka edhe uzurpatore tash pas konfirmimit nga Gjykata Supreme. Dhe kjo është arsyeja që kam kërku edhe këtu, edhe në takim me të, edhe publikisht, që të mbajmë zgjedhjet parakohshme. Kam propozuar edhe datën. Njëherë ka qenë 15 ose 22 qershori. Kjo nuk ka ndodhur. Shumë ma mirë kishme qenë që t'i kishim bajë zgjedhjet atëherë, se deri tash kishim e pas zhbllokim, kishim e pas edhe konstituim kuvend edhe qeveri të re. Sot nuk e kemi një gjë të tillë. Kemi nevojë etike për ta pas, dhe kjo është arsyeja që deshëm apo s'deshëm, është prerogativi kushtetues na dërgon tek zgjedhjet e parakohshme. Ju faleminderit shumë. Urdhën, jo, s'po të mes barç. Askujt. Unë besoj që ajo i mbetet konstelacionit politik që do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme, padyshim që do të jetë absolutisht e domosdoshme që të ketë jo vetëm një zgjidhje për qeverinë e ardhshme, por edhe për mënyrën se si zgjedhet presidenti, me qenë se mos zgjedhja e të njëjtit mundet me na dërguar në zgjedhje parakohshme po ashtu. Çdo të mirë, faleminderit.